Kjo është shumë i madh. Të nderuar vëllezër, na nuk jena të zbukuru jetën e Abu Bekrit. Jena të zbukuru me jetën e tij. Pra na se na të shtute aj, na asmuna me kallëzu kush është. Andaj përmendën në ligjëratën e kaluar se Abu Bekri nuk arrihet. Kjo është e preme. Ai vetëm mitsohet, duhet e kështu me radhë. Andaj na nuk jena të zbukuru jetën e tij. Po neve çka na intereson? Mësimi. Na çka më na nxjerr pikë këtij njeri. Dietar kanë thënë Abu Bekri Siddiku, sikur që ka transmetu pak hadithe edhe pak fjalë ka lanë. Abu Bekri çish përfitohet prej tij, ka thonë jetën. Ja studion jetën, çdo lëvizje e studion, aty i nxjerr mësimet e Abu Bekrit Siddikut. Prej fjalëve të cilat i ka lanë Abu Bekri Siddiku, dhe është prej më të mëllojave, se ja ka citu Hasan al-Basriu, ka thonë kjo kulmi i modestis dhe insallakut e Abu Bekrit Siddikut. Thot Abu Bekri Siddiku në khutbën të cilën e ka mbajt parën kur apo khalife. Ju e dini se Abu Bekri Siddiku është bë khalife me pajtimin e këtë muslimanëve. Fjalën e parë që e ka thonë, dhe këta e ka regjistruar historia. Ka thonë emma ba'du ayyuhan nas. Khutbën e parë ka thonë, o ju njerëz, qad ullitu alaykum wa lastu bi khairikum. Kjo fjalë pikë historisë për mua, mundet më kon jo çashtu, po edhe për plot dieta. Kjo fjalë është fjala më e Altanit, fjala më e cila argumenton se Abu Bekri Siddiku është pimrena dhe pijasht i pastër. U ka bë prisi këtë arabëve, ma vonë edhe këtë shtetet që janë çliruar. Nëse ai ka vendosur themelet. Shikoj çka ka thënë khutbën e parë. Jo post karrike vogël, karrike madhe. Ka thënë o ju njerëz, ju mba i pari juve, po s'jam më i miri juve. Unë jam mba i pari juve, po s'jam më i miri juve. Pra, pozitëm se e kam shtash të madhe, i pari, mas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çdo më thon se jam më i miri për juve. Ka thënë Hasan al-Basriu, për këtë shprehje, ka thënë wa huwa khairuna wallahi. Ka thënë ajo më i miri për neve vallahi. Ka thënë po ai vetën se ka pa çashtu. E kjo është mësim i madh. Vallahi, si ta shifsh veten më të mirin, si je më i miri, garancë ki këta. Ha, mos e shif veten më të mirin. Shif e veten se si je më i miri, të ban Allahu më të mirin. Dikush thot po s'po moj be, pe pisho shumë të këqi. Ti prap shif e veten më se si je më i miri. Andaj shikoj Abu Bekri Siddiku, tha vallahi si jam më i miri, walakin nazala al-Qur'anu wa sanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'allamana fa'alimna. Ka thonë po këtë këta pëse janë bo i pari, se ne ka thonë Kur'ani dhe ne ka mësu pejgamberi s.a.s. dhe ne e kena morë këndësim. Pra vallahi mës me paslon pejgamberi s.a.s. më konë njani i pari, kur si shabo. Pas e ka thonë i'lemu enne ekkesel kejs e taqwa. Ka thonë dine se menquria më e madhe është takvallëku. S'ka menquria më të madhe se takvallëku. Andaj na jemi në muajin e agjerimit të nderuar vëllezër, dhe muaji i agjerimit thamë se prej qëllimeve agjend kryesore kanë ka takvallokun. Po subhanallahu takvali kot. Nëse si tutmi Allahut, nëse si drumi Allahut, nëse si pastrojna vetën, s'ka dobi kur gjopi neve. S'ka kur gjop as pi agjerimit, patjetër mu pastru. Thotë Abu Bekri Siddiku në khutbën e parë, menquria më e madhe, intelektuali më i madh është ai që i ka dronë Allahut. Pastaj tha wa anna ahmaq al-humq al-fujur. Budallahu më i madh, noksanllahu më i madh është me bëj gjuna. S'ka më noksan se me bëj gjuna Allahu xhel xelalu. A ka më noksan të ndëruar vëzër se njëri i cili hin zjarr. Çai ban dobi, sa koni meçëm. Zoti na ruaj pi zjarrit. Andaj, nëse na nuk arrim me shpëtu pi zjarrit, ke diplomat, intelektualizmi, akademizmi, ligjerimi, shtirja se e kështu me radhë prej senet të cilat kanë dobi në këtë jetë, ti japin disa grada dhe pozitet në këtë jetë, por në fund, nëse spëtojnë bizjarit, këtë është. Anë një ditë prej ditëve, po shvendosmi vetëm një moment, të një djetari madh i Bagdadit, e ka posë emrin Abdurrahman ibn il-Gjauzi, kanë morë pjesë në ligjeratën e ti, mbi 200.000 njerëz. 200.000 njerëz. Shumë janë 200.000 njerëz. Dhe për moment kanë filluar njerëz me çajt dhe më mërzit prej ligjerimit të tij. Dhe për moment e kanë ndërprer ligjeratë dhe ka kthy në shtëpi.
kanë shku disa talebe, nxënësa të tij të afërt, dhe i kanë thonë hoç, pse ndërpreva ashtu ligjëratën? Ka thonë vetëm erdhi mendim. Këtë ju me hinë xhenet me derset e mia, e unë mos me hi? A jam i meqëm? Tha jo. Tha për që ta e nale dersin. Këtë ju me hinë në xhenet me derset e mia, e unë mos me hi? Këtë njës me ta po hajrin për shkollën shka e ki, e diplomën shka e ki, e vyrditën shka e ki, e ti vetës mos pja po hajrin ahiret. Kjo së është mençuri. Ata shka dha Ebu Bekri, mu kanë i meqëm o, mu kanë takvali, dhe mu kanë pa mençuri në kësan, o me bo gjuna. Allah unë arrujnë nga gjunaj. Ata kjo ka qenë khutbja e parë prej Ebu Bekri. Pastaj ka thonë, wa inna aqwakum indi al-daif. Kjo është ligj, kjo kanun i shariatit Zotit Xhelel Xhelal. Kjo është drejtësia e Zotit Xhelel Xhelalu e manifestuar personalitetin e Ebu Bekrit. Çka ju tha? O ju njerëz, i forti, më i forti te ju, te unë është ai më i zaifti. Ha? Te na i forti o i forti? Ebu Bekri tha jo, më i dopti pi juve, te unë është më i forti. Pra ku të vene më i dopti me më kallzu diçka, mu anku diçka, ajo i dopt, te unë është më i forti. Tash marë parasysh. A kur të vene i forti, se marë parasysh. Sepse i forti, se forca është disa. është forcë fizike, është forcë intelektuale, është forcë e të folmës. Andaj një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha? Kur po vini mu gjiku te une, tha ka dikush për juve di me fol, di me të rëdhu, di me fol. Ka dikush, vallaj edhe me letër të shkrume, thot, unë jam tamam. Ati e shetë që kë gabimo. Po di me fol, di me pasha Allahin, pasha këta, pasha ata, të mahnit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë e gjikoj për asaj shka e një, vinë dy veta, njëni fol, tjetëri fol, dhe nëse dikush di me kalzu që unë jam hak, ma shumë di me kalzu, tha unë gjikoj për atë. Tha po nëse ki e di, se tjetëri janë hak, edhe pse s'po di me fol, ka dikush vallaj s'di me lip hakin e vetë. S'di me fol, a hak e ka? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse e di që je nga bim, kalzo, se atare pagun me zjarë atje. Te Allah, s'kon në oratoria, s'kon në di me fol mirë, atje ka hak dhe drejtësi. Andaj çka tha Ebu Bekri? Te une i dopti juve është i fort. Pastaj tha, hatta akhudha lahu bi haqqi, deri sa t'ja kthej hakin. Kjo ka qenë historia e muslimane fatkeqësisht, që në rrallë, e për mall mundesh me pa dikon. Që i dopti që s'di me fol, e s'di me mbrojt hakin e vetë, mi thonë musliman, kada, anë që s'di me fol, hak e kije. E jo mi thonë se erë ati që ka ko post, e ati mire kije. Jo, për me akthi hakin ati që ka hak. Tha Ebu Bekri Siddiku, wa inne adhafekum indil qawiju, hatta akhudha minhu l'haq. Tha dhe ma i dopti për juve, te une, o ma i forti për juve. Po cëllja ma i forti muslimaneve, te une ma i dopti. Se dërsa t'ja mërë hakin, që e ka morë. Andë kjo ka qenë ligji me të cilën ka gjikue Ebu Bekr e Siddiku. Pas ta i tha Ebu Bekr Siddiku në fund të khutbës, o ju njerëz, innama ana muttabi'un wa lastu bi mubtadi'in. Tha o ju njerëz, unë e ndjeki rrugën që na kanë vizatu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kur'ani, eksumerat, prej asaj që na ka zbritur shpalljet. Wa lastu bi mubtadi', unë nuk shpiki kur gjë. Unë nuk shpiki kur gjë. Fa in ahsantu fa a'inuni. Si të bëj mirë, nimomni. Wa in zaghtu fa qawwimuni. E nëse lakoj shmangëm nga e drejta, atëre fa qawwimuni, drejtomni. Ha? Sot me e drejtu dikani cili ka pak post, ki ka met me më kalzua. A da i sot është gjendja muslimanëve ku është. Nëse rrallë e shef dikan me pozit që pranon nasihat, rrallë e shef dikan që ka pak maname që pranon mi thonë, regu, pozitën maja ma, që këto, a se ki ka bima, që kjo nuk ka bima, që kjo nuk ka batila, që kjo nuk është e padrejta, s'lejojnë me i thonë, kërkujna. S'lejojnë po folmin pozitat vogla, s'po vlasin pozitat mloja, pozitat mloja të vrasin, s'lajnë as mi kalzue. A dhe kalzojnë atje në Meksik, se si njani ka shkujt një libër, se si mi ik zullumit të pushteteve atje, dhe ka shkujt libër dhe e ka morë në seminar me e tregun ligjerat, se si mi i bëhe apo manovrat për mi ik zullumit pushtetit. Kër e ka kry ligjeratën jashtë e kanë vra. Kuptimin se drejtësia është shumë e rrallë tek njerëzit.
Andaj të nderuar vëllezër, kjo është hutbe e Abu Bekrit e cila argumenton për çfarë? Për ndjekjet për pikë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.